Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 540, mbreti anglez Henry VIII anuloi martesën e tij 6 mujore me bashkëshorten e katërt, Anne Clives. 1776, për herë të parë George Washington urdhëron që deklarata e pavarësisë të lezohet me zë të lartë para anëtarëve të ushtrisë kontinentale në New York. 1789, Asamblea Kombëtare e Francës rimblidhet në Versailles për përgatitjen e kushtetutës. Me këtë rast zyrtarët propozuan ndryshimin e emrit nga Versailles në Berceau de la Liberté, djepi i lirisë. 1810, Napoleoni anekson Mbretërinë e Holandës, duke bërë atë pjesë të perandorisë së parë franceze. Mbretëria e Holandës ishte jetë shkurtër si pasojë e rënies së Napoleonit. 1811, eksploruesi britanik David Thompson vendos një shenjë në bashkimin e lumenjve Columbia dhe Snake, duke shpallur territorin pjesë të Britanisë. 1816, Argentina shpall pavarësinë nga Spanja. Kolonizimi spanjoll i rajonit kishte filluar në 1512. 1821, 470 Qipriot të shquar, duke përfshirë kryepeshkopin në Kiprianos, u ekzekutua në përgjigje të ndihmës Qipriote në luftën greke për pavarësi nga Perandoria Osmane. 1850, Zachary Taylor, presidenti i 12 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndroi jetë në Washington pas vetëm 16 muajsh në postë. 1868, ratifikohet amendamenti 14 i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara për garantimin e shtetësisë së plotë për të gjithë afrikano-amerikanët. 1875, fillon kryengritja e Hercegovinës kundër sundimit osman, e cila do të zgjas deri në vitin 1878 dhe do të ketë pasoja me ndikim të gjerë në të gjithë Ballkanin. 1877, në Londër organizohet turneu i parë i tenisit. 1900, ndron jetë Jani Vreto, shkrimtar, botues dhe figurë e rëndësishme e zgjimit kombëtar, cilësuar si Gutenbergu shqiptar. 1903, diktatori i ardhshëm sovjetik Josef Stalin dënohet me 3 vjet internim në Siberi. 1922, Johnny Westmuller noton 100 metra stil të lirë në 58.6 sekonda, duke thyer rekordin botror dhe kufirin 1 minutë në këtë lloj gare noti. 1947, u parlemrua fejesa e princeshës britanike Elizabeth me Philip Mountbatten. 1992, kandidati presidencial demokrat Bill Clinton zgjodhi senatorin Al Gore nga Tennessee si kandidat të tij për nënkryetar. 1997, boksieri Mike Tyson u ndalua të dilte në ring dhe u gjobit me $3 milion, pasi kafshoi duke hequr një pjesë të veshit kundërshtarit të tij, Evander Holyfield. 1997, në Gostivar të Maqedonisë ndodhën protestat e popullatës shqiptare pas arrestimit të kryetarit të komunës Rufi Osmani, i cili e ngriti flamurin shqiptar në ndërtesën e komunës në këtë qytet. 2001, një gjykatë në Kili vendosi se generali Augusto Pinochet nuk mund të gjykojë për shkelje të drejtave të njeriut për shkak të shëndetit të tij të përkeqësuar. 2011, është shpallur pavarësia e Sudanit Jugor nga Sudani Verior.